Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Sot u përcolpër në banesën e fundit Papa Francesku, i cili u nda nga jeta në 2 prill. Mbi 200.000 besimtarë dhe figurat të njohura nga mbar bota i dhanë lamtomirën e fundit Atit të Shenjtë. Ceremonia për funeralin e Papa Franceskut nisi sot në orën 10 të mëngjesit me orën lokale dhe drejtohej nga kardinali Giovanni Battista Re, dekani i Kolegjit të Kardinalëve. Papa Francesku ndërroi jetë më 22 prill në moshën 88 vjeçare. Arkivoli prej Druri me trupin e tij është transportuar nga Bazilika e Shën Pjetrit në sheshin e Shën Pjetrit. Papa Francesku kërkoi që të mos varrosej në 3 arkivole, por vetëm në një arkivol të thjeshtë prej Druri. Autoritetet e Vatikanit thanë se rreth 200.000 njerëz u mblodhën për funeralin e Papa Franceskut, i cili shërbeu për më shumë se një dekadë si drejtues i Kishës Katolike. Gjithashtu figurat të njohura nga mbar bota janë mbledhur për të përshëndetur për herë të fundit një nga papët më të dashur të shekullit. Në ceremoni janë të pranishëm mbi 130 delegacione ndërkombëtare, përfshirë rreth 50 kryetarë shtetesh dhe 12 monark. Ndër figurat kryesore janë presidenti amerikan Trump, princi William i Mbretërisë së Bashkuar, presidenti i Ukrainës Zelensky, si dhe përfaqësues të lartë nga Franca, Gjermania, Argjentina dhe Filipinat. Nga Shqipëria morën pjesë presidenti Begaj me bashkëshorten, ministri Hasani, ministri Apirdenji, ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan, Majlinda Frangaj, si dhe drejtuesit e komuniteteve fetare. Mesha varrimit të Papa Franceskut nisi me antifonin e hyrjes, një përzgjedhje vargjesh, psalmesh dhe pjesësh të shkrimeve të shenjta që këndohen ose recitohen tradicionalisht. Papa Francesku do të kujtohet për karakterin e tij të thjeshtë, për ulësinë për kushtimin ndaj të varfërve dhe për thirrjet e tij të vazhdueshme për paqe, drejtësi sociale dhe ruajtjen e mjedisit. Gjatë gjithë mandatit të tij, ai mbështeste refugjatët dhe kërkoi dëmshuri për njerëzit që iknin nga shtëpitë e tyre. Ai do të prehet në Bazilikën e Santa Maria Maggiore në Rom, një vend i shenjtë për të, ku është lutur shpesh gjatë viteve të papatit. Ky është një vendim historik pasi është hera e parë që një pap varroset jashtë Vatikanit që nga viti 1903. E shtuna është ditëzie në nderim të Papa Franceskut. Në institucionet shtetërore, flamujt ishin në gjysmështiz. Kryeministri Rama i ndaloi takimet elektorale, kurse kryetari i Partisë Demokratike Berisha i vazhdoi, por duke mbajtur 1 minutë heshtje në fillim të çdo takimi. Në shenjë nderimi për Papa Franceskun, sot është ditëzie kombëtare në Shqipëri dhe sipas vendimit të marrë nga qeveria të njëjtën, në të gjitha institucionet flamujt ulen në gjysmështiz. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 4 të ligjit numër 8926, datë 22/7/2002, për formën dhe për masat e flamurit kombëtar, për mbajtjen e himnit kombëtar, formën dhe për masat e stemës së Republikës të Shqipërisë dhe mënyrën e përdorimit të tyre të ndryshuar me propozimin e kryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi. Shpalljen ditëzie kombëtare ditën e shtunë, datë 26/4/2025, në shenjë dhimbjeje e respekti e mirënjohje për atin e shenjtë Papa Francesku, i cili ndërroi jetë pas një sëmundjeje. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike të ulet flamuri kombëtar në gjysmështiz. Bashkia e Lushnjë ka ulur flamujt në gjysmështiz dhe ka ndërprerë të gjitha aktivitetet e planifikuara për sot. Gjithashtu edhe fushata elektorale ka ndaluar sot në rrethin e Lushnjës, pasi në nderim të Papa Franceskut, Partia Socialiste ka vendosur të ndërpresë takimet elektorale të planifikuara gjatë ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama nuk do të vikë të shtunë në qarkun e Fierit siç e kishte planifikuar. Kurse kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të vazhdojë takimet e tij elektorale, por në nisje të çdo takimi do të mbahet 1 minutë heshtje dhe nuk do të ketë muzikë. Gjyshi arrestohet për ngacmim seksual ndaj mbesës së mitur. Babai i vajzës në një deklaratë për mediat e ka quajtur ngjarje të stisur nga ish bashkëtuesja e tij. Një ngjarje të stisur nga ish bashkëtuesja e tij e ka cilësuar në një deklaratë për median abuzimin e 5 vjeçare së mitur nga gjyshi i saj, babai i vajzës Ageliano Gjata. Jam i shokuar, thot 31 vjeçari banues në Peshtan, teksa tregon se që në moshën 6 muajshe e mitura Mariana është braktisur nga nëna e saj Ana, ndërsa me gjithë kushtet e vështira ekonomike ka pranuar kujdestarinë e vajzës duke u abesuar gjyshërve, pasi ai vet është detyruar të largohet shumë herë nga shtëpia për të siguruar të ardhura. Marrëdhënia e tyre gjyshmbes është e pazakontë, tregon Ageliano, pasi janë të pandarë me njëri tjetrin. Imat akuzohet për vepër të turpshme. Është një shok shumë i rëndë, sepse unë të gjitha mund të prisja, por të kjo nuk e mendoja kur. Aq më tepër për këtë rast, sepse mos të them për deklarat, do më thënë që të mbrojt Imat, po mjafton të pyesni këtë donin në fshatin, do më thënë se si e kam mbajtur Imat vajzën time, që unë ja kam lënë në kujdestari,
sepse vajzën unë e ka marrë prej 6 muajshe, që e jema e braktisi. Ka prej 2 vite gjysmë që kur unë qoj vajzën në kopësh, lidhjen më të madhe vajza ime e ka me timat, se sa me nënën time. Edhe mua e di që jam babaj, por afrimitetin që ajo ka me atë nuk ka shans që ta ketë as me mua dhe as me një njeri tjetër. Nëna e vajzës 2 ditë më parë ka dashur të takojë në Fier, tregon ai dhe e ka pyetur vajzën nëse ngacmon gjyshi, dhe ajo ka thënë po. Ish zonja ma mori vajzën pa dini e çoi në Fier në hotel. Dhe në ato moment ajo ka bërë video skenime duke pyetur vajzën me skenime më të ndryshme edhe duke e sajuar që të ngacmon gjyshi edhe vajza përgjigjet po. Eoma, duke bërë akuzat të tilla të turpshme, kërkon të marrë kujdestarinë e vajzës, thot ai. Unë i them drejtësisë, hetojeni mirë këtë çështje, sepse jam 1000% i bindur që kjo është një skenim në mënyrë që ish zonja të më marri kujdestarinë e vajzës, edhe nëse ma merr kujdestarinë e vajzës, atëherë dihet që përfiton e vlera monetare. Të shokuar nga kjo ngjarje janë të gjithë banorët e fshatit Peshtan, të cilët thonë se nuk e njohin për njeri të tillë 55 vjeçarin. Unë ladin e njoh kem femëni, vinë këtu tek mua, po thoj se 2 herë në javë, 3 herë në javë. Kam dëgjuar këto 2 ditë që nuk e shoh që nuk po vinë këtu, kam dëgjuar 2 llafe që është brenda, nuk e di se si i ka hallet. Po unë ladin e njoh për njerëz të ndershëm, nuk e njoh për veset me ç'po dëgjojmë këto ditë. Di edhe sot. Ndërkohë, 55 vjeçari Vladimir Gjata ndodhet në ambientet e komisariatit të policisë Fier në pritje të seancës gjyqësore ku do të dalë para togave të zeza. Kryqi i Kuq, Dega Lushnjë, sot ka organizuar një aktivitet sensibilizues për dhënien e ndihmës së parë në raste aksidentesh. Kryqi i Kuq, Dega Lushnjë, sot ka organizuar një aktivitet sensibilizues për dhënien e ndihmës së parë në raste aksidentesh. Stafi i Kryqit të Kuq, Lushnjë dhe aktivistët vullnetar, nxënës shkollash të qytetit kanë treguar në praktik veprimet që duhen kryer në raste emergjence. Kështu nga kjo praktik kanë përfituar dhe kandidatët për pajisje me dëshmi për drejtimin e mjeteve, të cilët duhet patjetër të marrin njohuri për dhënien e ndihmës së parë. Luiza Petova, përgjegjëse e Kryqit të Kuq, Dega Lushnjë, ka thënë se aktiviteti shërben për sensibilizimin e këtyre veprimeve në raste fatkeqësish dhe aksidentesh. Neve sot jemi me nxënësit e shkollave të mesme të qytetit dhe bëjmë një sensibilizim për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti. Dhe duke qenë se kemi edhe kursant për patent, neve kemi bërë këtë opshe. I kemi zgjeruar dhe i kemi bërë bashkë. Këto neve bëjmë për të sensibilizuar njerëzit dhe të gjithë popullatën që të kenë një urit fillestare për dhënien e ndihmës së parë, që është shumë e rëndësishme për çdo person që mund të ketë ndonjë aksident, që mund të ketë ndonjë rënje të fikti ose çfarëdo tjetër që mund të na ndodhi në jetën e përditshme. Kursantët janë ndoshta të patrajnuar, por nxënësit e shkollave të mesme janë pjesë përhershme e Kryqit të Kuq. Po, nxënësit e shkollave të mesme janë pjesë e përhershme, por gjithmonë ajo është si një varg, sepse vinë nxënësit gjithmonë trajnohen aty çdo vit, pastaj ikin, vinë të rinj, edhe ajo ngelet si një stabël. Edhe janë të trajnuar, por edhe këta sot kursantët e kanë ditën e dytë dhe marrin trajnimin minimal të nevojshëm që duhet, sepse ata marrin dhe një dëshmi për këtë. Banka Botërore në raportin e pranverës për vendet e rajonit e ka cilësuar Shqipërinë se i duhen 20 vite të klasifikohet në grupin e vendeve me të ardhurat të larta. Shqipërisë do t'i duhen afërsisht 20 vite për të kaluar në klasifikimin si vend me të ardhurat të larta, referoi raporti pranverës së Bankës Botërore, që përfshin 11 vende në zhvillim nga Azia Qendrore dhe Evropa Lindore. Të dhënat nga Banka Botërore referojnë se të ardhurat për frym në Shqipëri arritën afërsisht $8.500 në vitin 2023, por që të kalojnë në pragun e $14.000 me të cilën klasifikohen vendet me të ardhurat të larta, na duhen afërsisht 2 dekada. Ndërsa për të arritur standardet e jetesës që BE-ja ka sot, na duhet më shumë se gjysmë shekulli, referojnë projekcione të tjera nga Bersh.
Banka Botërore i ndan ekonomit në 4 grupe të ardhurave, të ulta, të mesme, të mesme të larta dhe të larta, për disa arsye që lidhen drejt për drejt me mandatin e saj zhvillimor. Shqipëria aktualisht klasifikohet në grupin e vendeve me të ardhura të mesme të larta, ku janë shtetet që kanë të ardhura për frym 4.500 deri në 14.000 dollar në vit, sipas kufive të rishikuara vitin e kaluar nga banka. Raporti i fundit tregon se vendet e rajonit të Evropës dhe Azisë Qendrore po përballen me sfida serioze në rrugën drejt arritjes së statusit të vendeve më të ardhura të larta, një objektiv që duket gjithmonë më i largët për shumë prej tyre. Vendet si Malizi dhe Bosnia-Hercegovina dhe Serbia janë më afër këtij objektivi me parashikime që shkojnë deri në rreth 10 deri 18 vite për klasifikim në grupin e vendeve më të ardhura të larta. Për Shqipërinë, ky prag është rreth 20 vite, ndërsa për Maqedoninë e Veriut duhen pak vite më shumë. Shkencëtarët zviceran kanë zbuluar një minier ari fal një metode që lejon nxjerrjen e metaleve të çmuara nga mbetjet elektronike. Jetojmë në kohën e teknologjisë që evoluon shumë shpejt dhe rrethohemi nga shumë pajisje elektronike të cilat i hedhim se i konsiderojmë të padobishme, duke krijuar mbetje ndotëse. Plera që mund të kthehen në ar. Këtë zbulim e ka bërë një ekip shkencëtarësh zvicerian, të cilët zbuluan një objekt që mund të jetë një minier ari, fal një metode që lejon nxjerrjen e metaleve të çmuara nga mbetjet elektronike. Kjo është një alternativë e qëndrueshme e bazuar në një metodë tashmë të përdorur në industrinë ushqimore dhe nuk rëndon mjedisin. Sipas informacionit të botuar në revistën Advanced Materials, ekipi i shkencëtarëve mori një copë 450 mg prej ari 22 karatësh, duke përdorur 20 pllaka të vjetra kompjuterike. Në shumicën e familjave ku një kompjuter desktop zëvendësohet me një laptop, një kull pajisjesh hidhet poshtë, por ari mund të merret me metodën e shkencëtarëve. Duke u përpunuar në kushte acidike dhe temperatura të larta, ata prodhuan një pezullim të nanofibrave proteinike. Kjo rezultoi në një xhel dhe përfundimisht u krijua një sfungjer në bazën e tij. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.